Në kuadër të ditës ndërkombëtare të muzeve, në ambientet e Muzeut Marubi në Shkodër u prezantua harta ilustruar e arkitekturës së Koli Dromenos, një nismë që sjell në vëmendje trashëgiminë arkitekturore të një prej figurave më të shuara të artit shqiptar. Një rrugtim artistik dhe urban, ku të rinj të apasionuar pas artit dhe trashëgimisë kulturore kanë realizuar më herët ilustrime të disa prej godinave të projektuara nga Koli Dromeno, nisur nga një hulumtim i arkitektëve Sabrina Kuçi dhe Fatjo Mlloja. Projekti përshkon një itinerar simbolik që nis nga liçeni i Shkodrës dhe përfundon në lagjet historike të qytetit. Fokusi jonë si arkitekt dhe si pjesë e stafit të Drejtorisë Renale të trashëgimisë kulturore Shkodër do të sjell në vëmendjen mëgjërësisht aktivitetin e tij si urbanist dhe arkitekt. Ky program i hartuar nga Tea Çuni, përgjegjëse e sektorit të komunikimit dhe promovimit pranë muzeut, sjell një pamje të re të trashëgimisë së Hidromenos. Harta ilustruar me Hidromenos është pjesë e programit të edukimit të Muzeut Marubi për ekspozitën Vëllezërit Kodheri dhe Koli Dromeno. Kemi menduar që krahas kësaj të sjellim edhe një kontribut të Hidromenos në arkitekturë, e cila është shumë e prezente edhe në imazhet e tija. Kjo përmes një bashkëpunimit me artistë të rinj dhe dy arkitektët, Sabrina Kuçi dhe Fatjo Mlloja, të cilët kanë një studim, një hulumtim të tyre mbi arkitekturën e Hidromenos. Aktiviteti u zhvillua me mbështetjen e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, duke përforcuar rëndësinë e bashkëpunimit institucional për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Harta e ilustruar mbetet një dëshmi që bashkon artin, historinë dhe qytetin në një dialog të hapur për të kaluarën dhe të ardhmen e Shkodrës.